8 marsi po afron e ne rikujtohemi se lufta kundër dhunës strukturore e të përditshme ndaj grave vazhdon. Rikujtohemi se dhuna ushtrohet njëkohësisht nga patriarkati, kapitalizmi racist, paparazit globale dhe ideologji që cilësojnë disa trupa dhe mendje si të paafta. Vetëm gjatë kohëve të fundit jemi përballur me vrasjen e Rona Coklit nga ish-burri i saj në qendrën për punë sociale në Ferizaj në prill të vitit 2024. Vrasjen e Gjulieta Ukellës nga burri i saj në Pej vetëm 5 ditë më vonë. Vrasjen e gruas nga burri i saj në Graçanic dhe tentimin për vrasje të gruas në Fushë Kosovë. Dëshkimin e punëtorëve teknike të kuvendit, të cilat grevuan për paga dhe kushte dinjitoze të punës. Amnistimin e dhunës në familje për hir të spektaklit televiziv e jo vetëm. Dhunimin e gruas me probleme të shëndetit mendor përderisa ishte nën përkujdesin e institucioneve në Gjilan. Dhunën dhe trafikimin e të miturës pas dështimeve të institucioneve për ta rehabilituar e mbrojtur. Këto nuk janë raste të izoluara për pasoja tragjike të patriarkalitetit që mundson dhunën fizike, emocionale, seksuale e ekonomike që lëshohet për mbi gratë në përditshmëritë tona private dhe publike, qoftë në shtëpi, punë, shkollë, rrugë e institucione. Kjo është një thirrje të revoltohemi për njëra tjetrën kundër indiferencës ndaj dhunës. Këtë 8 mars, e jani të rizotohemi, protestojmë e marshojmë për dinjitetin, sigurinë dhe mirëqenjen e të gjitha grave dhe vajzave. Të protestojmë për çrënjosjen e të gjitha sistemeve të shtypjes në Kosovë dhe për të gjithë popujt. Të marshojmë të zemëruara dhe zemëruar kundër kulturës së përdhunimit, cënushmërisë së qikave e dhunës ndaj trupave dhe mendjeve me aftësi të kufizuara. Marshojmë për grevat si revolt kundër kapitalizmit neoliberal. Marshojmë për drejtësi, për gratë rome, ashkalike e egjiptiane, ashtu siç ato e përcaktojnë lirinë e tyre. Për gratë trans e queer në shumëllojshmërinë e tyre. Për gratë muslimane që bartin besimin e tyre dukshëm. Marshojmë kundër kolonializmit, genocidit e luftës. Për një Palestinë, Kongo, Sudan e botë të lirë. Nga ora 12 në sheshin Zahir Pajaziti, ky 8 mars, le të jetë për solidaritetin, jetën, për kujdesin e revoltën për njëra tjetrën.